vetëm në atë që drejtori kuvendit, por dhe në seancën që u zhvillua në Këshillin për Imunitetet Rregullore dhe Mandate, e bëri të qartë që çështja më saktë akuzat ndaj zënit Balluku ishin të shumta dhe një pjesë e tyre ishin ende në proces verifikimi. Besoj që ka vazhduar me këtë hetim dhe besoj që ashpërsimi i nevojave të sigurisë është një çështje dinamike e cila mund të pasjellë nëse ka vullnet për të shkuar këtë çështje deri në fund, pra nëse perimetri që u vizatua sot nga kryeministri nuk i tremb dhe nuk i shkurajon, janë gjitha mundësitë procedurale që t'i drejtohet sërish me një kërkesë tjetër të re kuvendit, duke patur lirinë gjithashtu të ngredhë akuzat të tjera, sepse kryefjala e retorikës boshe të kryeministrit sot ishte që zonja nuk akuzohet për korrupsion dhe përsa kohë sa akuzohet për korrupsion, mua më duket e panevojshme që të merren këto masa të tilla. Kështu që siç e thash, duke qenë që janë procedura që janë proces hetimor, në proces verifikimi, Spaku ka të gjithë lirinë që, siç thash, të ngrej akuzat të tjera dhe nëse ka një ashpërsim të nevojave të sigurisë, përsëri të drejtohet parlamentit me një kërkesë të re për heqjen e imunitetit të zonjës. Dyshoj që do të ndryshojë qëndrimi i majorancës në këtë drejtim, pasi, siç e thash, momenti i dyshimit saj ka qenë i gjatë për shkak të nevojës politike për të evituar marrjen e një kostoje të madhe politike, siç është kosto që u mor sot kur Qartazi i dhanë fund më dyshjeve dhe informacioneve që përcillnin sa lart dhe sa poshtë dhe dolën haptazi kundër drejtësisë së re. Kështu që besoj në momentin që është konsumuar kjo kosto politike, nuk ka arsye nëse diçka madhore nuk ndodh që qëndrimi i majorancës për të kthyer 83 votat në një mburoj politike për Belinda Ballukun dhe cilin do zyrtar tjetër të lartë të korruptuar të ndryshojë. Por besoj që është në seriozitetin e punës, jo vetëm të punës së Spakut, por edhe të procesit që tashmë ka nisur ndaj ish-vend kryeministres, deputetes Balluku, që kësaj çështje të shkojnë deri në fund dhe të bëjnë dritë mbi gjitha për shqiptarët, për sa kohë që puna e tyre jo vetëm sot u hodh poshtë, por edhe u paragjykua dhe u cilësua si dokra nga kryeministri, i cili nga një anë pranonte që s'kishte lexuar asnjë faqe vetëm. Po, tu do e ndalesha tani, po. I kuptuar kuvendit dhe nga ana tjetër deklaroi me të madhe që ato janë thjesht dokra dhe nuk janë dokra dhe fyerje, janë fyese ka se ndaj 16.000 faqe apo jo, se pata një kështu. Janë fyese ka theksuar zoti Rama. Ju për shkak të pozicionit tuaj në Këshillin e Mandateve, besoj hyni tek deputetët që i keni parë me detaje ato çfarë Spak ka servirur. Detaje të cilat për shkak të betimit dhe angazhimit që keni ndërmarrë të gjithë deputetët e tij, Këshilli nuk mund të bëhen publike. Pas daljes me 2 raporte dhe pas praktikisht të rrëzimit të kërkesës së Spak, a mund deputetët të opozitës të përdorin ato materiale? Flas në kuadrin e denoncimit, jo keq përdorin. Unë besoj që publikisht nuk mund të përdoren materialet të cilët janë vënë në dieni deputetët në kuadër të një kërkese të tillë. Ndalojmë pak këtu. Atëherë, e kuptoj. Atëherë, është një lloj e kuptoj. Është një lloj mekanizmi plus që deputetët e opozitës e kanë për të vlerësuar ose për të hedhur poshtë minimalisht atë që thot kryeministri Rama ose deputet majorancës